Me rastin e festave të nëntorit, Shkolla Jo Publike Perla ka organizuar këtë të njëjtë koncertin festiv, Festojmë ditën e flamurit dhe të çlirimit, koncerti organizuar me pjesëmarrjen e nxënësve të klasave të ciklit të ulët, por edhe nxënës nga klasa të gjashta të kësaj shkolle. Ishin pikërisht nxënësit e Shkollës Jo Publike Perla, të cilët performuan me mjeshtëri si artistë të vegjël, sekuenca të cilat i përkisnin në total të gjitha zhanrave artistik, duke filluar me performancat në këngë, recitimet në vjersh dhe poezi, vallet popullore, por edhe pjesë nga veprat letrare të interpretuara prej tyre. Të gjitha performancat e nxënësve kishin një të përbashkët, motivet kombëtare. Nxënësit i kënduan Shqipërisë, i kënduan flamurit, por edhe burit të urtë të pavarësisë, Ismail Qemalit, si dhe eroi ton kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeut. Kur me flamur Ismail Qemali, qëri krenar në qdo flamur. Të Tonja Deu, përse tua Deu, a nuk të erdhën me njerën të me 100 përgjigje? Ani, mos qëj pirim, është në nderin e flamurit ta përshëndetin me breshëri. Ky koncert festiv u organizua në kujdesin e veçantë të drejtuesit të Shkollës Perla, Petrit Golemi, teksa u përgatit si aktivitet me përkushtim nga mësueset e ciklit fillor dhe klasave të gjashta të kësaj shkolle. Bejushe Bajramaj, një prej mësueseve e cila kontriboi në përgatitjen e nxënësve në këtë aktivitet, me 47 vite eksperiencë në arsim, tregon më tepër se çfarë përmban në brendësitë të tij koncerti festiv i organizuar nga Shkolla Perla. Atëherë, në përgjithësi, shkolla organizon aktivitete për secilin e vend. Edhe në këtë rast nuk mungoj, por më shumë u përfshit cikli ulët. Është një impenjim i secilës mësuese në mënyrë shumë të specializuar, me mundësitë që kemi, që të përfshihet kjo tematik në vjersha, në këngë, interpretime të ndryshme, qoftë edhe me këngë të sajuara për festat e nëntorit, qoftë edhe me balet. Bejushe Bajramaj tregon se qëllimi përse bëhen të tilla aktivitete është të trashëgohet ndjenja e krenarisë kombëtare brez pas brezi. Ajo thot se nxënësit janë tepër të interesuar të marrin pjesë, ku nëpërmjet këtyre aktiviteteve ata shpalosin fjalën e tyre, por njëkohësisht njihen me një pjesë të historisë tonë kombëtare. Muaji nëntor, që sa ka filluar, muaji nëntor, e kemi quajtur nëntori kuq. Në çdo klasë përveç orëve mësimore, i kemi mëshuar me forcë nëntorit, festave të mëdha. Figurës është quar Ismail Qemalit. Motivi për ta trashëguar atëherë, vëre një impenjim edhe të nxënësve, do se cili diçka të thotë, pasi njohin nëpërmjet mësimeve jetën dhe veprën e atyre që na sollën 28 nëntorin dhe për më shumë, edhe 28.000 yje. Koncertin festiv e ndoqën në ambientet e Shkollës Perla dhe një numër i konsiderueshëm i prindërve, të cilët vlerësuan performancat me duar trokitje, performanca këto të cilat ishin të shumta, si dhe të larmishme. Në koncertin festiv të nëntorit të pavarësisë u përfshin më tepër se 60 nxënës të kësaj shkolle.